Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi atë që po ndodh në Shqipëri sa i përket protestës së qytetarëve shqiptar kundrejt qeverisë së kryeministit Edi Rama, por ndërkohë do të flasim konkretisht se çfarë fshes Zvërneci, por edhe Sazani ndërkohë si një nga pikat strategjike më të rëndësishme të Shqipërisë. Për të folur për këtë çështje, ne kemi të ftuar General Det Prengën. Zoti Prenga, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Prenga, në një lexim të parë, si e shikoni këtë valë të protestave të qytetarëve shqiptar, e cila protesta ka hyrë në ditën e 7, ditën e sotme, dhe vijon që të jetë masive? Unë e shikoj si një shpresë për shqiptarët brenda Shqipërisë dhe ndikimin e saj në të gjithë territoret, si në ato në Republikën e Kosovës, në Malzi, në Lugin Përshevës, dhe gjithë ku shqiptarët sot jetojnë e zhvillojnë aktivitetin e tyre të përditshëm, duke ndikuar drejt për së drejti, dhe këtë tregon më së miri edhe masiviteti i trajtimit të protestës nga mediat e huaja dhe nga gazetat prestigjioze, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në disa gjuhë të huaja që po e përcjellin zhvillimin e kësaj proteste dhe mbi të gjitha qytetarinë dhe kërkesat e drejta të paraqitura në këtë protestë. Sipas jush, çfarë tregon fakti që sikur më parë, sa i përket konkretisht viteve të fundit, përjashtojmë protestat e dhjetorit 1990, këto protesta po shkojnë zinxhir njëra pas tjetrës, po të kemi parasysh që ka pasur protesta në Milano dhe në kryeqytete të tjera të Europës, edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës ditën e sotme. Unë mendoj që çështja e Zvërnecit e marr jo e shkëputur, por si një vazhdimsi e veprimtarisë së papërgjegjshme në vendimmarrjet e qeverisë, si dje ashtu edhe sot për sa i përket pronës, për sa i përket personelit, për sa i përket familjes, për sa i përket shoqërisë në tërësi. Ajo e Zvërnecit ishte pika e ujit që derdhi gotën, por kjo ka ardhur e u zhvendos tashmë në Tiranë, jo vetëm për arsye të pa zbatueshmërisë ligjore, të pa përgjegjësisë shtetërore në lidhje me zhvillimin e ndërmarrjen e gjithë hapave për sa i përket një investimi që është planifikuar për të realizuar në zonën e Zvërnecit. Qytetarët shqiptarë kanë shprehur dhe asnjëherë nuk kanë qenë e nuk do të jenë kundër zhvillimit të vendit tyre, kundër projekteve, qofshin ato të brendshme apo të jashtme të mbështetura, në interesin e zhvillimit në tërësi të Shqipërisë. Ne kemi si rrallë kund në një vend vokacioni pro-amerikan e pro-evropian. Shqipëria e ka patur dhe e ka në nivelet më të larta të mundura, aq sa nuk janë pro-amerikan as vetë amerikanët, aq sa janë shqiptarët. Kjo tregon se orientimi jon dhe i qytetarisë shqiptare ka qenë dhe mbetet gjithmonë pro-perëndimor në të gjitha llojet e çështjeve dhe të marrëdhënieve. Kjo ka qenë dhe mbetet dhe arsyeja që në të gjitha llojet e kohëra, pakën pas 90-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përcaktuar si partneri jon strategjik. E kështu do të mbetet për sa kohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndikuar në formimin e shtetit shqiptar, në ata të shtuar Shqipëria londineze që ne sot gëzojmë, por njëkohësisht deri në vitet 99 në ndikimin për të bërë e pavarur Republika e Kosovës, që tashmë këtë vit sapo festoi në shkurt 18 vjetorin e pavarësisë së saj. Në këtë rrugë e në këtë mënyrë, qytetaria shqiptare, ndryshe nga politika qeverisës së shqiptare, për më se 3 dekada, ka ditur të orientohet, ka ditur të ketë përcaktoj partnere mik strategjik dhe ka ditur se si duhet të sillet me pronën, me familjen, me shoqërinë, që janë 3 element dhe shtylla kryesore të ekzistencës së një shteti dhe të përparimit të shtetit. Zoti Prenga, si e komentoni paragjykimin që konkretisht kryeministri Edi Rama, por edhe element të qeverisë kanë adresuar kundrejt protestës, duke theksuar se ajo organizohet nga agjenturat e huaja, ka pasur
element të atill që kanë nxittur protestat në Zvërnec nga agjenturat huaja, madje u aludua fillimisht se kishte pasur autobus që shteti grek kishte dërguar në Shqipëri për të nxitur protestat dhe për t'i masivizuar ato. Në këtë rast, çfarë do të thotë një qasje e tillë e qeverisë? Mos na kujton kohën e regjimit komunist kur Enver Hoxha gjente gjithmonë armiq të jashtëm? Qeverit dhe qeveritarët e liderit e pa aftë, të pa zot për të menaxhuar situatat cilat do qofshin, përpiqen që fajin të mos e mbajnë për vete dhe ta transferojnë diku tjetër. Unë jam i bindur si çdo shqiptar, me aq eksperiencë sa ka dhe me aq dije sa ka, që shërbimet e fshehta të huaja në çdo vend janë prezent, punojnë për vendin e tyre në çdo mënyrë e çdo formë. Luftrat hibride e ato asimetrike kanë qenë dhe do të meten si modeli më i ri i zhvillimit të luftrave për arritjen e qëllimeve të një vendi apo të një aleance. Nuk përjashtohemi as në Shqipëria nga këto ndërhyrje, interferime dhe veprime. Por thënë nga kryeministri i një vendi është dorëzim total, pa aftësi totale dhe pas kësaj për mua një kryeministër që deklaron vetë me gojën e tij do të thotë që ku i ka strukturat e veta shtetërore, ku i ka strukturat përgjegjëse, si është e mundur që strukturat e huaja të fshehta, shërbimet e fshehta të organizojnë në zemër të Tiranës, të Shqipërisë, të kryeqytetit, të organizojnë mitingje kaq demokratike, kaq të mëdha, kaq me frym pozitive dhe ti që mban përgjegjësi, që ke strukturat, që me taksat e qytetarëve shqiptar mban një mori të madhe edhe ajo bashkëpunimi me strukturat e vendeve të tjera duhet të kishte marrë një sinjal dhe duhet të kishte parapryer në qoftë se do të ishte reale për t'i parandaluar këto. Për sa kohë nuk ka arritur, për mua si qytetar i këtij vendi, ai duhet ta mbyll atë që ka thënë me dorëheqjen e parë e vokueshme. Një kryeministër totalisht i pa informuar, i pa zoti për të drejtuar strukturat që ka dhe janë vënë në dispozicion, ku ka dështuar plotësisht. Pra në këtë rast, nëse marrin të plotet mirëfillt atë çfarë ka deklaruar, pas saj dhe pas atyre që ai ka deklaruar, vjen thjesht dhe vetëm dështimi në mënyrë të plotë dhe të suksesshme. Dhe pas dështimit, një njeri me formimin minimal i takon përgjegjësia dhe përgjegjshmëria të dorëzoj dorëheqjen e parë e vokueshme dhe të hap krahun për paaftësitë e treguara të tij dhe gjithçka tjetër që nuk ka asnjë lloj fjale e shprehje tjetër që mund të gjejmë në këtë moment mbështetur në ato çfarë ka thënë e çfarë ka presupozuar kryeministri i këtij vendi. Por unë nuk besoj kurrë që shërbimet e fshehta të huaja, cilat do qofshin ato, të arrijnë të interferojnë kaq thellë sa të ngrejnë një masë kaq të madhe. Aty në shesh unë nuk pash as autobuza, nuk kam pa as autobuza dhe nëpërmjet mediave që kanë qenë prezent në intervistimet që kanë bërë, shumica e tyre janë shqiptar, të rinj të reja, të moshës mesatare, rrallë në një pensionist si puna ime sepse kanë frikë për fat të keq të dalin atje se mos u pret qeveria pensionin, duke harruar që ai pension është thjesht dhe vetëm një mbijetesë në kushtet më minimale të mundshme. Për këtë edhe shumë arsye të tjera, protesta ka të drejtën legjitime për të vazhduar, për të fuqizuar në numra e për të përhapur në të gjitha kryeqytetet e vendeve demokratike për të ndikuar dhe për të treguar botës demokratike se çfarë realisht po zhvillohet në Shqipërinë që pretendojmë që së shpejti të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Vetëm në këtë mënyrë e me këto kushte, kurse si nuk e meritojmë për të marrë privilegjin e madh për të qenë antar me të drejtat plota të Bashkimit Evropian. Se vetëm kjo nuk mund të flasë në favorin e demokracisë më minimale për të cilët shqiptarët kanë luftuar që në vitet 90 dhe për fat keq ai slogani e duam Shqipërinë që gjithë Evropa ka ngel për 35 vite për papërgjegjshmëri të klasës politike qeverisë. Si e djathtë, ashtu edhe e majt që vetëm flamujt e vulat kanë të ndryshme, por mënyrat e veprimit
ndaj Shqipërisë dhe të qytetarëve të vendit saj kanë qenë në unison dhe si dy pika ujë në ngjashmëri me njëra tjetër. A e rrëzon propagandën e qeverisë se në këtë protestë ka agjentuara të huaja vetë po themi kalimi që ka bërë aty në qetësinë e tij ambasadori i Bashkimit Evropian, pra në protestë është parë, pra në protestë duke kaluar qëllimi nuk e dim, ka qenë thjesht për të kaluar në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe në këtë rast zyra e Bashkimit Evropian nuk ka aq informacione të tilla saqë e lejon ambasadorin e saj që të marrë pjesë në protestë, në një protestë ku sipas qeverisë ka përfshirje të elementëve të agjenturave të huaja? Edhe nëse ka ose ka patur ndikime në formë metoda të ndryshme, jam i bindur që për asnjë çast e për asnjë moment nuk është kërcënuar as siguria e përfaqësuesve diplomatik të akredituar të huajve në Tiranë, e as e Shqipërisë, e shtetit shqiptar dhe e as një qytetari. Kultura demokratike e organizimit të protestës, e fjalimeve të mbajtura, e qytetarisë të treguar, flet më së miri që aty nuk ka patur masivisht, po unë nuk përjashtoj rastin që një diplomat mund ta ketë detyrën e dytë qenien diplomat. Detyrën e parë mund ta ketë për punuar për shërbimet e fshehta të vendit të tij dhe kjo është e pranueshme në të gjitha vendet e botës, sepse nuk mundet të marrësh një informacion, si ju e thatë e theksuat, nuk mund të marrësh një informacion nëse nuk ke një person drejt për drejt aty në vendin ku zhvillohet ngjarja, nuk mund të marrësh informacionin dhe ta raportosh informacionin dhe shtetet e tjera orientojnë qëndrimet e tyre dhe dalin me deklarata deri edhe me nota nga pjesa diplomatike e Ministrisë së Jashtme për të reaguar ndaj shteteve që kanë marrëdhënie, por dhe ndaj shteteve që këto marrëdhënie nuk i kanë ashtu siç duhen në nivelin e dëshiruar. Kështu që unë them me bindje dhe ata e kanë treguar me fakte që protesta është duke udhëhequr nga fryma, nga zemra, nga atë dashuria e Shqipërisë dhe e shqiptarëve që ky vend të ndryshojë pas 35 vitesh, pas më shumë se 3 dekada e gjysmë, të ndryshojë klasën politike e qeverisëse, pasi ata nuk kanë qenë dhe e kanë treguar me prova, sepse kanë cënuar së pari me 7501 pronën e shqiptarëve, nuk e kthyen tek i Zoti, nuk e kompensuan. Kanë cënuar dhe po vazhdojnë të cënojnë me ligje që e miratojnë në parlament me forcën e fuqinë e kartonit, pa u diskutuar në asnjë lloj forme mënyre me qytetarët e vet, kur ligji nuk është në interes të qytetarëve, unë nuk di ku i shërben ky ligj. Pse duhej Edi Rama të rikthehej në Zvërnec ditën e djeshme dhe të bëhet takime bisedë me qytetarët e kësaj zone, kur ai e ka marrë vendimin dhe e ka deklaruar dhe vetë që ai projekt do të zhvillohet. Si mund të zhvillohet projekti kur tokat një pjesë e mire e asaj sipërfaqe janë akoma në gjykata, pa një vendim dhe duke mos respektuar atë pa anësinë që duhet të ketë qeveria dhe kryeministi vet, nuk mund të shprehesh përpara një gjykimi të një çështje sepse ti ndikon në një mënyrë apo në tjetër ke gjykimi dhe vendimi përfundimtar që do të merret për këtë çështje. Kështu që kjo nuk është dashamirësi ose fakti tjetër. Nëse ajo zonë në mënyrë të paligjshme ku me urdhë të kujt u rrethua, si mundet që të cënohet Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, që të cënohet dhe të rrethohet me tel me xhamba dhe të rrethohet me rrjet tjetër dhe të rrethohen edhe pjesë të cilat nuk i përkasin kompanisë, edhe nëse do ta quaja që e ka dhënë dhe ka realizuar marrëveshjen. Pse? Pjesa e rërës dhe detit e bregdetit ton është tokë publike, ka të drejtë çdo qytetar të kalojë, nuk mund të privohet e mund të ndalohet asnjë qytetar a priori e në mënyrë të njëanshme. Të gjitha këto bëjnë atë që vetë Edi Rama ka qenë i pa informuar, që vetë qeveria shqiptare nuk e di se çfarë ka bërë, flet nga një anë për një projekt, por projekt nuk ka, flet për gjëra të cilat jo për qytetarin e thjesht, por edhe vetë qeveria nuk i ka të qarta. Ne nuk kemi qenë dhe e kanë shprehur për disa të herë, gjithë protestuesit dhe ata që kanë marrë fjalën në mënyrë të pa organizuar, e kanë marrë fjalën e kanë thënë që ne nuk jemi kundra projekteve të zhvillimit, cilat do qofshin personat fizike, juridike apo kompanitë private. Jemi pro zhvillimit,
por ne kemi gjëra të tjera të cilat po t'i hyjmë në themel, por nuk duam t'i hyjmë se kemi në sa kohën. Ne kemi gjëra që i kemi prodhime, prodhimin e naftës, prodhime të tjera që kemi të vendit, të cilat i kanë marrë kompanitë e huaja dhe nuk e dim ku përfundojnë. Pra kemi pasuri për kilometra apo për metër katror, për sipërfaqe që kemi, numër e popullsisë, pasuri prallore krahasuar me vendet e tjera. Por për fat keq kanë vajt në duart e njerëzve të gabuar, duke u mbështetur e përkrahur nga qeveritë, cilat do qofshin këto, si djathta ashtu dhe sot e majta, që për fat të keq nuk janë asgjë, nuk kanë bërë asgjë më shumë më pak, por kanë pa interesin e tyre personal të oligarkëve dhe të atyre qetave që i rrethojnë rreth rrotull dhe nuk kanë menduar për asnjë çast për qytetarët shqiptar dhe për Shqipërinë e për vendin e tyre. Zoti Prenga, të ndalemi pak te ishulli i Sazanit, ku vajza e presidentit amerikan Donald Trump në një intervistë për një media australiane e ka cilësuar atë si një ishull privat dhe ndërkohë u shpreh me lehtësi të madhe teksa tha se ishin duke notuar në atë pjesë të Shqipërisë dhe papritur e gjetën ishullin. Pra, duket sikur vajza e Trumpit ka ndaluar në një butik dhe ka bler apo në një dyqan caktuar edhe ka bler një çantë edhe i ka pëlqyer dhe e ka marrë. Në këtë rast, cili është raporti që vendoset i Rama me shtetarët e huaj dhe në këtë rast qoftë me vajzën e Donald Trump dhe dhëndrin e tij, ku një nga pikat strategjike më të mëdha të Shqipërisë jepet në këtë mënyrë? Unë mendoj që ajo nuk ka qenë në rastësi, ajo ka qenë e studiuar, ka qenë prej kohësh objekt i jo vetëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe i shumë vendeve të tjera, pasi nëse kujtojmë Rusia deri në vitet 60, aty është bërë dhe një film ball për ball për sa i përket vendosjes së nëndecëve dhe strukturave ruse aty, dhe në vitet 60 pastaj ata morën pjesën e tyre dhe mbajtën si thosh me forcë 4 nëndece për arsye sepse ajo është jo vetëm për Shqipërinë e rëndësishëm, por ajo është një nga pikat kyçe dhe shumë të rëndësishme strategjike në mesdhe. Dhe detyrimisht që ajo ka dhe do të ketë lakmi nga të gjithë ata të cilët janë të interesuar për të patur një pikë strategjike. Jo shumë, por gjithmonë këto orientohen nga pjesa e turizmit, nga interesa për zhvillimin e turizmit, po pastaj ato kthehen shumë shpejt në pika dhe vende strategjike ku ata ndërtojnë një mbrojtje, një si mund të themi kontroll të hapësirës në gjitha mënyrat e mjetet, gjë e cila duhet menduar mirë përpara se sa të lihet në formë kaq të lirë. Nuk duhet mendoj asnjë kryeminist, asnjë qeveri për 5, 10 apo për 15 vjet. Duhet mendoj për ekzistencën e shqiptarëve dhe të trojeve të tyre në 1, 2 apo më shumë shekuj. Shqipëria ka qenë edhe e pushtuar nga pushtues të ndryshëm, por ka lënë shumë sipërfaqe jashtë saj dhe me të pa drejt. Vitet 20 që janë ato që nga një konferencë, një kongres derisa përfunduan në Londër, ishin që 2/3 e sipërfaqes si askush vend tjetër i ka jashtë territorit. Shqipëria, ajo Dardania e famshme. Kështu që në qoftë se janë bërë gabime, nuk mund të bëhen më gabime të tilla për të mos u lënë atyre brezave që do të vinë, nuk do dinë ku kanë as varret e të parëve tyre, sepse bashkë me territorin do t'ikin varret, do t'ik pasuria, do t'ik çdo gjë. Edhe do ka ta ndisemi pastaj siç ai plan ishte për të zhvatur e për të bërë Shqipëria, por në sajt e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe të presidentit asaj kohe Woodrow Wilson u vendos që të ngjelet kjo Shqipëria londineze që ne sot kemi. Prandaj një udhëheqës, një kryeminist, një qeveri duhet të jetë larg pamse, vërtet të mendoj për shtetarët e vet, për momentin, për përfitimet, por të mendoj në vizion, të mendoj në perspektivë për brezat që do të vinë. Dhe kushdo që të jetë, jam plotësisht dakord, por nuk mund merren vendime të tilla të cilat do të jenë tepër të vështira për të zhbërë, e do të jetë e pamundur për të kthyer pas, e do të kushtoj shumë rënd brezave që do vinë. Zoti Prenga, nisur nga eksperienca juaj, ajo që keni parë në sistemin e kaluar, ajo që keni parë dhe përgjatë 35 viteve dhe mënyrës se si është qeverisur Shqipëria, a mendoni se
Sazani, ose më saktë vetë kjo pikë strategjike po shkohet përtej një investimi atje, po të kemi parasysh këtu përfshirjen e dhëndrit të Donald Trump, i cili ka qenë një eksponent mjaft i rëndësishëm, duhet thënë kryesisht në lindjen e mesme për zgjidhjen e konflikteve të caktuara, apo që ka ndërmjetësuar i besori Trump. Po, që ka qenë i besuar i Trump për një sër konfliktesh. Në këtë rast, a shkon përtej një investimi të caktuar ekonomik vetë piketimi ose targetimi që është bërë Sazanit? Unë nuk duhet të aludoj për ato që nuk janë deklaruar, por duhet të hamendsoj dhe kam të drejtën unë si çdo qytetar të mendoj se çfarë fshihet realisht pas këtij investimi. Pra ku është objekti dhe qëllimi kryesor, dhe gjithkush edhe pa qenë ushtarak, edhe pa patur eksperiencë të kaluarën, edhe pa parë shumë të e menduar për të ardhmen, jam i bindur që këto pika strategjike për vendin janë të lakmuara, do të ngelen të lakmuara, prandaj duhet vendimmarrja të jetë shumë e kujdesshme, duhet të jetë e peshuar mirë, duhet të jetë e diskutuar me të gjithë aktorët e faktorët e vendit, që vendimi të mund të jetë sa më i mirë i mundshëm, duke menduar paralelisht edhe për investimin, por paralelisht duke menduar edhe për situatat që mundet të na shoqërojnë apo të vinë jashtë dëshirës sonë, sepse ka zhvillime të cilat ne nuk i ndalojmë dot. Ne mund të ndikojmë sadopak, por duke menduar që jemi një shtet relativisht i vogël, por një shtet me kapacitete të vogla, atëherë do ta kemi të pamundur ne, pa mbështetjen e ndërkombëtarëve, pa mbështetjen e miqve dhe partnerëve tanë strategjik, që ne të mund të mbijetojmë. Por para në këtë këndvështrimi, asnjëherë dhe për asnjë arsye, nuk duhet marrë vendime të nxituara, nuk duhet marrë vendime të qastit, por ato duhen studiuar, sepse po të kthehemi pak përpara në kohë 2008-2009, vendime të cilat edhe sot e kësaj dite janë në diskutim, edhe parashikohet të shkojnë në Hag, siç është çështja e detit, deletimimit detit me Greqinë, çështja e trënëve grek në luftën italo-greke në territorin shqiptar. Të gjitha këto dhe problematika të tjera janë probleme që do të lënë shumë gjurmë dhe pasoja, për të cilat do ta vuajnë jo vetëm sot, po do ta vuajnë edhe brezat që vinë të Shqipërisë. Në këto kushte i përket klasës politike qeverisëse në veçanti, që të përdor çdo mjet që ka në dorë dhe të shfrytëzoj çdo institucion, cili do qoftë, deri tek ajo pjesa e referendumeve. Për mua, pika e vetme që i shpëton politikanët qeverisë shqiptar është referendumi. Të bëjnë të qartë popullit kush është synimi, kush është objektivi, kush janë fitimet, kush janë ato çfarë na lëshojmë dhe çfarë marrim e përfitojmë, dhe këto kushte i vetmi mënyrë e model që nuk bën gabime dhe i shërben shoqërisë për të sotme dhe të ardhmen, janë referendumet, jo vendimet e njëanshme, duke përdorur e shfrytzuar, sepse ai që ta ka dhënë votën dje, që shpesh e përdor kryeministri që kam 800.000 vota, ai që ta ka dhënë dje duke parë se ke përfaqësuar interesat e tia, sot nuk është më me ty, sot është kundra, dhe nuk mund të luash me votën e qytetarit, nuk mund të kërkosh për të shitur e për të bërë propagandë. Kemi mjaft 35 vjet që ne dëgjojmë propagandë nga e djatha nga e majta, por për fatin tonë të keq, ato në raport me pritshmëritë jemi shumë larg për të mos thënë jo vetëm në aspektin ekonomik, se një aspekt është ajo e aspekti ekonomik që qytetarët e trinj të tre largohen nga ky vend, por aspekti më i rëndësishëm është funksionimi i pushtetit qendror e lokal dhe mënyra se si qytetarëve u afrohen shërbimet për të cilat ata paguajnë. Këto janë të padurueshme dhe detyrimisht që shqiptarët përgjithsisht gjejnë rrugën më të lehtë mundshme atë të largimit nga vendi. Nëse do të vazhdojë kështu, ky nuk është trend i nevojshëm, kjo është zhbërja e këtij vendi dhe realizimi për fat keq do thosha i planeve të kahershme çubriloviqiane. Zoti Prenga, do t'ju sjell një citim nga mediat amerikane duke mbetur sërish te Sazani, ku theksohet se ishulli i Sazanit është një shkëmb i thikt me një sipërfaqe prej 2 milje gjysmë katror. Ai është prej graniti si Gilbertari dhe i mbushur me shpella tunele të ndërtuara nga dora e njeriut, dhe specialistët sovjetike kanë mbushur ishullin me labirinte nëntoksore. Ishulli që ndodhet vetëm 55 milje nga porti italian i Otrantos
është çelësi i Adriatikut dhe një bazë perfekte për raketa V2 dhe bomba raketore. Kështu që ai ndodhet në një pozitë që mund të bllokojë plotësisht detin e Adriatik, njësoj siç bllokon Gibraltari hyrjen në Mesdhe. Në këtë rast, a kemi të bëjmë me pra, siç e përmendëm pak më parë, një qëllim që shkon përtej një investimi të caktuar në Sazan? Unë e thash dhe pak më përpara, kemi të drejtë të gjithë të hamendësojmë dhe të aludojmë, duke mos qenë perfekt dhe të saktë, për sa kohë nuk kemi fakte, por të gjitha rrugët, edhe siç ju e cituat, të çojnë në fund fare tek qëllimi i fshehur dhe jo tek qëllimi i deklaruar, sepse ajo shikohet si pikë strategjike, jo vetëm për Shqipërinë, por për kontrollin e Adriatikut dhe një nga pikët më nevralgjike të kontrollit të gjithçkaje në Mesdhe. Dhe këte Amerikani dhe çdo vend që do të ketë të kontrollojë situatat duke marrë riskun sa më larg, por për të realizuar dhe qëllimet e veta, jam i bindur që i ka patur, i ka dhe do t'i ketë në vëzhgim të vazhdueshëm, sepse atje flet eksperti, flet specialisti dhe nuk flet politika. Politika flet atëherë kur vendimin në variante të ndryshme ja ka paraqitur eksperti mbi tavolinë dhe ai ka të drejtën të zgjedhë variantin më të mirë. Aty është pjesa e politikës. Për fat keq në këto 35 vitet e fundit, politika shqiptare, duke harruar e duke mos pyetur për asnjë lloj mase e përgjegjësie, sepse nuk ka kush e ndëshkon, absolutisht ata kanë vepruar pa pyetur e pa u konsultuar fare me aktorët dhe faktorët, me ekspertët dhe specialistët në të gjitha vendimarrjet e tyre. Kjo mendoj se është një nga arsyet që ne pas 35 vitesh demokraci, ndryshim sistemi, jemi në atë gjendje që unë nga ana ime nuk do ta besoja kurrë që kam qenë pjesë e zhvillimeve të viteve të, si më themi, të ndryshimeve të viteve 90, kur nuk do ta besoja nëse do të isha pyetur në vitet 90 që do të ishte Shqipëria në këtë gjendje, në raport me resurset, në raport me mundësitë, në raport me gjithçka tjetër që i Zoti e ka bekuar këtë vend, por për fat të keq ne nuk kemi ditur të zgjedhim njerëzit e duhur për të na drejtuar, e nëse më fal se po e përdor këtë shprehje, zgjedh njerëz të paaftë për të mos thënë idiot, atëherë nuk ke pse të kërkosh llogari, sepse jemi në këtë gjendje dhe po shkojmë drejt rënimit. Zoti Prenga, si mendoni, a mund të ketë një investim në Sazan nga ana e dhëndrit Donald Trump, Jared Kushner, kur ndërkohë sipas ekspertëve Sazani poshti fshe bomba, po themi, ose municione të mbedhura gjatë luftës së dytë botërore, dhe sa po themi përbëjnë këto kërcënim në rast se do të kemi një popullim të ishullit. Kjo pjesa e investimit do ngelet për të parë, por është shumë e rëndësishme edhe ata e kanë objektiv dhe unë do t'i bëja thirrje klasës politike qeverisës së shqiptare, cila do qoftë, e majt apo nesër e djathtë apo dikush tjetër kushdo që të vijë, duhet ta shikoj me vizion të qartë, duke mos lakmuar fitimin e çastit dhe të momentit, por duke menduar për perspektiven, duke ruajtur raportet e miqësisë dhe të partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kurse për sa i përket ato që thuan që vërtet ashtu është, sepse ai ka qenë një zonë ushtarake e militarizuar, do thosha, nga pikat më kyçe para 90-s, unë kam patur fatin ta vizitoj për të ndërtuar ca antena të vëzhgimit hapësirës detare, jo përpara, po të tjerë që kanë punuar me të cilët më thënë mundësi edhe të bisedoj, e kanë shërbyer në Sazan, është e vërtet që ka, por këto nuk përbëjnë asnjë lloj rreziku, pasi në çdo kohë e në çdo moment edhe ne kemi struktura të cilat bëjnë asgjësimin dhe çminimin e këtyre kapaciteteve të cilat do qofshin këto, mina, predha, mina ujore, çdo gjë tjetër, pra kanë zgjidhje të shpejta, ka zgjidhje pa shkaktuar asnjë dëm dhe ka një pastrim të këtyre zonave që janë e quhen si hot spote. Ne kemi patur pas 97-s për fat keq disa pika me shumicë pas 97-s kur u shpërbë vendi
vendi kaloi në një kaos dhe u shpërndan municionet, depot, fishekt, armatimi ra në durët e atyre që ishin të panjohur, të papërgjegjshëm dhe detyrimisht që me mbështetjen e strukturave dhe organizmave ndërkombëtare kemi ngritur strukturat tona ushtarake dhe kanë bërë kontrollin, çminimin, asgjësimin e këtyre municioneve për ta kthyer përsëri territoret në zona jo të rrezikshme për qytetarët. Deri tek ajo fundit e vitit 99 që ndodhi në Kosovë në kufi ton veri lindor me Kosovën, që pati minime, pati predha, të cilët u gjymtuan, humën jetën shumë qytetarë duke punuar e duke shërbyer pronës tyre, dhe tashmë ato janë pastruar plotësisht dhe janë në dorën e qytetarëve dhe pronarëve për të përdorur pa asnjë rrezik. Kështu që edhe atje nuk përbën asnjë lloj rreziku, edhe nëse ka, që unë nuk jam i sigurt ka apo s'ka, por nëse ka, ato janë të lehta për të identifikuar, për të asgjësuar ose për të eliminuar. Kështu që kjo nuk përbën problem. Problemi kryesor për mua qëndron tek pjesa e diskutimit dhe e vizionit e përfshirjes së shumë aktorëve dhe ekspertëve, specialistëve dhe në raport pse jo edhe me vendet fqinje, duke marrë një vendim që do të jetë më i miri i mundshëm për sa i përket përfitimeve që Shqipëria do të ketë, po mbi të gjitha që lidhen me çështjet e sigurisë së vendit tonë. Si mendoni, me zhvillimet e fundit, protestat e nisura kundrejt qeverisë së kryeministit Edi Rama e kanë trembur Greqinë sa i përket raporteve midis dy vendeve dhe konkretisht çështjes së detit apo dhe çështjeve tjera të cilat i diskutoi ministri i mbrojtjes Nikos Dendias, i cili ishte disa ditë më parë në Shqipëri. Apo mendoni se është duke e shfrytzuar këtë situatë nga ana tjetër rrethina zyrtare? Unë nuk mendoj se e kanë trembur për arsye se ato tashmë janë marrëveshje të ratifikuara, të miratuara dhe janë drejt zbatimit, pavarësisht kohës në të cilën ato edhe mund të pushojnë grupet respektive nuk funksionojnë për një arsye apo për një tjetër, por tashmë në nivel vendimmarrje ato e kanë marrë zgjidhjen dhe pritet zgjidhja e fundit për deletimimin e detit, pritet ajo që do të shkojë në gjykatën e Hagës ose të Hamburgut, që për mua është bërë gabim, që ka vajtur dhe e kanë quar me dëshirë, e kanë rënë dakord qeveria e pala jon për ta dërguar atje, sepse ne jemi në disfavor për sa i përket të gjitha si mund të themi formave, metodave, informacionit, njohjes, mbështetjes, eksperiencës, të gjitha këto ndikojnë negativisht dhe unë dyshoj që ne nuk do të jemi tek pjesa fituese. Kjo ndoshta është bërë edhe jo pa qëllim nga pala shqiptare për të lënë dhe për të, si më themi, për të larë veten përpallë qytetarëve dhe organizmave të tjerë që ne e çuam në Hag, kaq ishte dhe kaq bëm. Ndërprerja e bisedimeve me këtë çështje që rifillimit të negociatave në 2017-2018 për mua ka qenë jo e dobishme, pasi mundet që të ekspertët të besuarit e palëve do të kishin gjetur ndoshta një zgjidhje më të pranueshme, ku ne të mos humbshim sasinë e kilometrave, hapësirën detare, hapësirën ajrore, njëkohësisht edhe burimet në fundin e detit që parashikohet të jenë jo të pakta dhe ky është synimi kryesor për të përfituar nga pala greke. Zoti Prenga, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Falenderit juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.